Një tërmet me magnitudë 2,5 ballë goditi pranë bashkisë Dropull. Dropull i poshtëm. Qarku i Gjirokastrës. Shqipëri sot më 18 mars 2026 në orën 04:19 me orën lokale. Ose më 18 mars 2026 në orën 03:05 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është lokalizuar në një thellësi të cekët prej 15,0 në sipërfaqe. Në koordinatat gjerësi gjeografike 39,971 dhe gjatësi 20,271. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Dropull i sipërm, qarku i Gjirokastrës, që ndodhet 12 ose rreth 7,45 milje nga epicendra. Delvinë, qarku i Vlorës, ndodhet 15 ose rreth 9,32 milje larg. Gjirokastër, qarku i Gjirokastrës, ndodhet rreth 4 milje. Qarku i Gjirokastrës ndodhet 30 ose rreth 18,6 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot. Pritet të mbajë vranësira gjatë gjithë ditës me reshje shiu paradite dhe pasdite. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.